pas shumë përpjekjeve të kontaktojmë me kryeshefin e AU-vit, zotin Bekim Hoxha dhe ministrin Muja, nuk kemi marrë asnjë përgjigje, i kemi emaila, do të thonë që ju kemi dërgu për takim, nuk na kanë pranuar për takim, pastaj kemi qenë detyruar dalim edhe të flasim vetëm të vërtetën. Në atë ditë, kur kemi qenë unë si përfaqësues i vitës dhe fermerat, jemi të dakorduar që qumshtin ta marrim, t'ja fillojmë marrjen e qumshtit për fermerave dhe t'ja fillojmë le t'i publikojnë rezultatet. Rezultatet ministri tha do më vinë mua me datën 10, unë jam i obliguar t'ju dërgoj juve si qumshtore, pastaj për konferencë për shtyp, disa i përpunoj rezultatet 3-4 ditë do të dalë edhe unë me rezultatet e juja. Ne, si tha dhe fermeri Fidan Krasniqi, pa u dakorduar me bordin e qumshtores Vita, Fidani është dalë te dera e Ministrisë Bujqësisë me datën 6 korrik, ka thonë qumshti fillon të grumbullohet. Ne nuk ja kemi prishur fermerëve, kemi bë prej shumë telasheve të mëdha që kemi me qumshtin, ja kemi fillu grumbullimin e qumshtit që nga ajo ditë janë grumbulluar mbi 1 milion litra qumsht. Prej datës 6 deri me sot mbi 1 milion litra qumsht dhe ne nuk e kemi një rezultat të qumshtit Vita që kanë ardhur me vendim të posaçëm, vetëm për qumshtorën Vita. Abrazen LLC që vetëm për vitën e kanë marrë mostrën e qumshtit Vita. Nuk e kanë marrë brendit Holla, vetëm qumshtit Vita, edhe janë dalë me ca deklarata që kanë qenë pa të vërteta. Zgjetje. Pastaj e kërkojmë, qumshti Vita është qumsht i këtyre fermerëve. Nuk e prodhojmë ne, e prodhojnë fermerët, ne vetëm e përpunojmë. Ministri ka pas informat atë ditë nga unë personalisht që në Kosovë futet qumsht nga Serbia. Apo e mërojnë qumshtin e Serbisë dhe mi shkatru fermerët tanë, apo ku le dalin dhe flasin. E kanë informatën që nga Bosnia nuk e pranojnë certifikatën e Republikës Kosovës, ne nuk mundem të dërgojmë Bosnje produktet me origjinë shtazore, ndërsa Bosnia fut këtu çka të doni. Në rraftet e Kosovës janë edhe ju vetë dëshmitar që kemi qumsht shumë lirë, si vjen nuk e dim, kush e vjen e din shteti, edhe le të merren edhe me këta, me dumping apo me subvencione që ju jep shteti tyre, me shkatru këtë prodhim. Që i bëj thirrje ministrit që mos të mbron diçka që nuk është e saktë, ja ta mbron ato që është e saktë, ajo që i mbron fermerin, edhe për rinate personale mos ta shkatrojnë një sektor. Thirrje publike edhe me media që të tregojnë që vetëm analizat e datës 2 që kanë ardhur me vendim posaçëm. Pastaj mostra tjera që kanë marrë edhe 20 apo 30, le dalin me grupin e qumshtorëve tjera. E kanë hutu publikun, e kanë hutu konsumatorin, le dalin, le të flasin, le ta kthejnë namin e vitës aty ku ka qenë. Nuk po kërkojmë diçka që nuk bën me kërku, nuk po kërkojmë diçka mëshirë apo lëmosh, po kërkojmë vetëm le të tregojnë çka është e vërteta. Ne e dim, unë jam vetë i fushës dhe Fidani është i fushës, që këto analiza nuk zgjasin mbi 2 apo 3 ditë. Analizat i ka ose kryeshefi Bekim Hoxha, ose ministri i ka në dorë minimum 10 ditë, nga data 2. Minimum 10 ditë. Nuk po dojnë, le ta tregojnë arsyeën pse nuk po dojnë, ne jemi të gatshëm ballafaqohemi, ne i kemi marrë dhe mostrat, i kemi aty të blombuar po nga vet AU-vi, që i ka blombuar vet veterinari i AU-vit, i kemi ne i rrymë aty, edhe i quajmë laboratorët të akredituar në Zvicër, në Amerikë, në Suedi, Norvegji, ku të kanë qenë. Ju faleminderit. A keni marrë në takimin e fundit, a keni marrë datë konkrete se ku kanë më publiku këto? Data konkrete ka qenë data ka qenë 6 kur kemi bajt protestën, edhe jemi taku mbas protestës me ministrin. Fjalë të mira shumë në ministri, edhe na ka premtuar që deri me datën 10 ministrit i vinë dorë. Ai duhet mi përpunu ca analiza, po juve kam obligim që i japi si qumshtore. Pastaj bër konferencë për shtyp do i merr 3-4 ditë. 3-4 ditë që ne kemi caktuar një datë 13. Po hajde 13 nuk kanë qenë të gatshëm. 15, 16, sot data 17. Është vikend, nuk e kanë ndërmend të publikojnë rezultatet. Kur ne e dim që rezultatet është dash me dalë, janë rezultatet për prezencën e qumshtit Plon dhe Vajt Palmës, që Vita si brand asnjëherë nuk ka pas, as nuk do të ketë. Vetëm le dalin shtetit, ne do i besojmë
shtetit, le del shteti dhe le tregon edhe i ka hutu konsumatorët. Konsumatori duhet mu bind që brendi Vita nuk ka as vaj palme, as qëmë shkëllëm. është qëmë 100% i Kosovës, qëmë 100% i farmacisë.